Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë, para se të konsumoni qep duhet ta dëgjoni këtë lajm. Kjo perime e gjithanshme ka disa përfitime të mahnitshme shëndetësore që është vështirë të injorosh. Ullumtimet sugjerojnë se një qep mund të ndihmojë në djegjen e yndyrës viskerale ose të barkut dhe të përmirësojë shëndetin e mëlçisë. Një studim i vitit 2020 i botuar në revistën Nutrients shqyrtoi se konsumi i rregullt i qepëve mund të përmirësojë funksionin e mëlçisë dhe të reduktojë obezitetin. Studiuesit fillimisht vunën në dukje se qepët përmbajnë një flavonoid të quajtur quercetin, që është përgjegjës për të dhënë perimeve si qepët ngjyrën e tyre të kuqe ose të verdhë. Quercetin gjithashtu ka efekte antioksiduese për të reduktuar inflamacionin në trup, i cili mund të shkaktojë shtim në peshë dhe obezitet. Ky studim u krye nga Hokkaido, Japoni dhe 20 deri në 70 të rritur të moshës 30 deri në 60 vjeçare morën pjesë. Pjesëmarrësve ju krijuar të konsumonin ose të përdornin plurin e qepës çdo ditë për 12 javë ose një plur placebo. Për rezultat, studiuesit kanë ansuar nivelet e ulta të kolesterolit lipoprotein me dëndësi të lartë, i cili quhet edhe kolesteroli i mirë midis dy grupeve. Ky lloj kolesterolit është të kyç për ruajtjen e funksioneve të mëlçisë dhe menaxhimin e peshës. Autorët përfundimisht zbuluan se ata që merrnin plurin e qepës kishin një reduktim më të lartë të yndyrës së barkut sesa pjesëmarrësit që morën placebo. Gjithashtu nivelet e një enzime të quajtur alaine ALT u ulën në grupin e plurit të qepës në krahasim me grupin placebo. Kjo enzim gjendet në mëlçi dhe rritet vetëm kur ka dëmtime të këtij organi të rëndësishëm. Këto gjetje i çuan autorët në përfundim se qepa ka përfitime të mëdha në luftën e mbi peshës dhe për të rritur shëndetin e mëlçisë. Ullumtimet e mëparshme kërkimore treguan se varietetet e qepës së kuqe përmbajnë sasi të mëdha të quercetinës së përgjithshme, ndërsa qepët e verdha përmbajnë vetëm nivele të larta të një fraksioni të këtij flavonoidi, i quajtur quercetin 3-glucaide. Pavarësisht llojit të qepës, qepa duhet të jetë pjesë prezente e gatimeve tuaja dhe mund të konsumohet gjithashtu për të ofruar një sër vlerash për organizmin. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Sipas ekspertëve, qepa është ushqim i klasit të parë dhe jo vetëm në përdorimin e kuzhinës, ajo mund të ofrojë vlera të gjithamshme për shëndetin tuaj, citojnë ekspertët. Qepa është e mirë kundër problemeve kronike. Bashkë me shejkën dhe çajin e malit që cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriun, qepa renditet edhe ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësinë të parandalojë dhe është e dobishme në trajtimin e shumë sëmundjeve kronike siç janë sëmundjet koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme gjithashtu edhe kundër mikrobeve të ndryshme të organizmit. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e organizmit, sistemit imunitar, funksionin e shëndetshëm të hormoneve e të tjera. Qepët janë të mira për shëndetin e zemrës. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera. Qepa ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën më elastike dhe mirëmban tensionin e gjakut. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë kundër shqetësimeve të diabetit. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë aleati në organizëm në betejën kundër diabetit tipi 2 dhe mbi peshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në ndihmë nëse konsumohet së paku një në ditë. Fale qepës, SBD me yndyrnave dhe sheqernave duke ngrënë në qep, jo do të mirëmbani nivelin e sheqerit dhe peshën trupore. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, edhe ata thonë se qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive të saj. Përfshiheni qepën në sallata, në perime, në gatime, në peshk ose në mish për të marrë përfitimet mbreslënëse në dobjet të organizmit. Qepa është një nga elementët bazë të gatimit dhe sigurisht gjithashtu trupi juaj merr mjaftueshëm prej saj. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga përfitimet që merr trupi juaj nëse konsumoni qepën më shpesh. Përmirësoni dëndësinë tuaj të kockave. Sado e çuditshme të tingëlloj, disa studime kanë zbuluar se konsumi i qepës mund të ketë efekte pozitive në dëndësinë tuaj të kockave.
Ngrënia e një qepe në ditë për një muaj me radhë thuhet se rrit rëndësinë e kockave me 5% krahasuar me ato që nuk i janë. Qepa ndihmon në nivelet e kolesterolit dhe mban zemrën tuaj të shëndetshme. Të larta me veti antiinflamatore qepët zvogëlojnë kolesterolin e keq që është i pranishëm në trupin tuaj. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban zemrën tuaj të shëndetshme. Qepa stimulon tretjen. Qepët janë plot me fibër që përshpejtojnë tretjen e duhur në trupin tuaj. Përveç kësaj, ato gjithashtu rrisin prodhimin e bakterieve të mira të zorëve, duke bërë më të lehtë procesin e tretjes në trupin tuaj. Qepa zvogëlon dëmtimin e qelizave dhe rrit antioksidantët. Qepët janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve që janë të mirë për trupin tonë. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg sëmundje të caktuara, por gjithashtu parandalojnë dëmtimet e qelizave. Qepët përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin bakteriet e këqija të pranishme në gojen tuaj dhe përmirësojnë higjienën tuaj orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu mund të forcojnë dhëmbët. Ato gjithashtu përmbajnë quercetin, një substancë që lufton kataraktin dhe i mban sytë tuaj më të sigurt. Qepa ju ndihmon të flini më mirë natën. Kërkimet e bëra nga Universiteti Colorado sugjerojnë se konsumi i qepës mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Ato kanë fibra dietike të cilat promovojnë shëndetin e zorëve dhe gjithashtu lehtësojnë stresin. Qepët luftojnë plakjen dhe përmirësojnë lëkurën tuaj. Të pasur me vitaminën A, vitaminën C, vitaminën E, qepët mund t'ju ndihmojnë të arrini lëkurën e përsosur me shkëlqim që dëshironi. Ato gjithashtu zvogëlojnë problemet e puçrave dhe janë një element bazë në shumë dieta. Vitamina C që gjendet te qepa është e mirë për sistemin nervor. Ato ndihmojnë në funksionin më të mirë të nervave. Kjo vitamina aktivizon enzima që nxisin prodhimin e neuropineferinës, një substancë e dobishme në komunikimin ndërqelizor. Kjo substancë mban në kontroll orën e brendshme, funksionin e trurit dhe vëmendjen. Një filxhan çaji me qep të prerë përmban 11.8 mg vitaminë C. Gjithashtu qepët përmbajnë edhe mangan, që ndihmon në shëndetin mendor. Mangani te qepa është shumë i mirë për nervat, për kujtesën, sistemin nervor, trurin në përgjithësi. Konsumi një filxhan çaji me qep në ditë rrit nivelin e manganit në 206 mikrogram ose me 11% në bazën ditore për femrat dhe 9% për meshkujt. Dhe kështu vlerat që do t'i ofrojnë në trupit tuaj do t'jenë gjithashtu me një përqindje më të mirë në rritjen e imunitetit. Qepa është e mirë kundër problemeve me shëndetin e përgjithshëm. Bashkë me shegët dhe çajin e malit cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për organizmin e njeriut. Dhe kështu duhet të jenë pjesë të recetave tuaja të përditshme, duke ditur edhe përfitimet që ofrojnë në shëndet. Qepa dhe hudhra janë elementët kryesor të kuzhinës. Shumica e gatimeve kanë nevojë për qep dhe hudhër që të ofrojnë një shije ndryshe. Qepa jo vetëm që jep një aromë të shkëlqyer ushqimit, por gjithashtu është edhe e shëndetshme. Në këtë video do ju tregojmë përfitimet që merr trupi nga konsumi i qepës. Ne preferojmë të mos mendojmë më shumë për bakteriet. Ato bëjnë edhe një sër problemesh në trup. Ne gjithashtu kemi një sasi të madhe të bakterieve që jetojnë në brenda trupit tonë duke na mbajtur të shëndetshëm. Qepët përmbajnë fibër probiotike, të cilat janë të mira për zorrët. Ato mbajnë të shëndetshme florën në zorrën tuaj dhe rregullojnë nivelin e bakterieve. Qepët mbajnë gjithashtu një substancë që stimulon rritjen e biodobakterieve. Këto bakteri shtypin bakteriet e tjera dhe dëmtojnë zorrët tuaja. Qepët janë të mira për shëndetin e zemrës. Ka pasur disa studime mbi efektin e qepës në gjakun tuaj. Këto studime treguan se konsumi i qepës rregullisht zvogëlon piksjen e gjakut. Përveç kësaj, padyshim që nuk ka kolesterol në qep ose ato shtojnë aromë. Pra shumë më mirë të shtoni qepën në ushqimet tuaja sesa pak krip për shtesë. Kripa është e dëmshme në presionin e gjakut, ndërsa qepa sjell përfitime të mira. Qepët janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që kanë luhatje të sheqerit në gjak. Kështu duhet të konsumohet me moderim në mënyrë që të merrni përfitime të duhura në shëndetin e përgjithshëm. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë, të mos të zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.